Përshëndetje. Sot vendosa të ndaj një temë në lidhje me vetëvlerësimin që kemi ndaj vetes. Shpesh herë që ne të ndihemi mirë, presim të na komplimentojnë një disi jashtëm për bukurinë që kemi, për zgjuarsinë, për mënyrën se si jemi veshur. Pra, nëse nuk ndihemi të vlerësuar nga jashtë, shpesh herë do të ndihesh si i zbrazët, si një ndihmë pa kënaqësie, si i paplotësuar. Dhe nuk do të jesh në harmoni as me trupin tënd, as me mjedisin rreth e qark. Edhe do presësh gjithmonë një konfirmim nga jashtë për të thënë wow, sa të bukur e pas ke bluzën sot, ose wow, sa i zgjuar që qënke, wow, sa më pëlqeu ky shkrimi yt sot, ose foto në Instagram, apo ku e di unë, apo puna që bëre në punë, një raport, një projekt që ke arritur. Pra, e para njërë duhet të kuptosh pse ti zgjedh të veshësh një bluzë të tillë, apo pse sot vendos mos të bësh tualet, apo pse lyesh me tualet, apo pse mban i shtrin flokët, apo kur bën një raport që e detajon shumë të gjatë dhe shpjegon me shumë informacione përse e bën. Pra duhet të dish për çfarë e bën të gjithë procesin e punës tënde. Pra, e bën se vërtet do të shprehësh dijet e tua dhe do të ndihmosh njerëzit, apo e bën e vesh bluzën sepse do që të kesh më shumë shikueshmëri në rrugë, apo e vesh bluzën se ti ndihesh rahat me këtë, të mban ngrohtë dhe të pëlqen, dhe sa herë që e shikon ti veten në pasqyrë dhe thua vetes sa e bukur që qen ka. Pra dhe shpirti yt ndihet rahat. Pra të gjitha këto gjëra. Ajo që unë kam mësuar dhe praktikuar, them, dashuria më e madhe vjen nga vetja jote. Kur ti zgjedh të veshësh një bluzë dhe ta shikosh veten në pasqyrë dhe të ndihesh bukurinë tënde, ta shikosh me sytë e tu dhe ta ndihesh brenda në shpirtin tënd, në zemrën tënde. Kjo është. Por jo të dalësh në rrugë dhe të shikosh sa veta po më shikojnë mua sot. Absolutisht. Apo vendos të bësh një foto në Instagram dhe ta hedhësh dhe sa like ka marrë nga kjo foto. Nuk mendoj se është vlerësimi. Kjo është që ne presim konfirmim nga jashtë për të rritur vlerën tonë të brendshme. Vlera jonë e brendshme fillon nga sytë e tanë, kur ne jemi përpara pasqyrës, e shikojmë veten në sy dhe shikojmë të bukurën tek ne dhe i themi vetes sa e bukur je o zemër, je shumë e bukur. Je jashtëzakonisht e bukur, je tmerrsisht e bukur, sa të shko ka kjo bluzja, wow, kjo është një mrekulli. Atëre, vetëvlerësimi, pra, duhet jesh e dashur me veten tënde, edhe ta bësh me dashuri çdo gjë, në rast të parë ndaj vetes. Sigurisht nëse të komplimentojnë të tjerët, patjetër dhe kjo, por e para ndaj vetes. Edhe nëse të tjerët nuk e pëlqejnë këtë gjë që ti ke veshur apo ke, atëherë pak rëndësi ka. Mjafton që shpirti yt të ndihet rahat, trupi yt të ndihet rahat. Kjo ka rëndësi. Kështu që çdo gjë që bëheni ndaj vetes tuaj, bëheni me dashuri ndaj vetes tuaj. Pra shikojeni veten tuaj dhe thuaj e zgjedh këtë dhe e bëj këtë me dashuri për veten time. Dhe pastaj për të tjerët. Por në rast të parë për veten tënde. Jo vetëm për veshjen, për raportin, për mesazhet, për telefonatat, ndaj miqve, ndaj familjes, ndaj kujdo. Në rast të parë ndaj vetes tuaj dhe më pas ndaj të tjerëve. Dhe kështu rritet dashuria dhe respekti. Dakor? Një javë të mrekullueshme.